Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një konferencë të përbashkët me kryediplomatën e Bashkimit Evropian Kaja Kallas, e cila ndodhet në Tiranë. Kreu i qeverisë theksoi edhe një herë ambicien për të mbyllur negociatat për vendin tonë deri në vitin 2027. Po ashtu, kryeministri Rama tha se Shqipëria është 100% në të njëjtën linjë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Mes nesh dhe Bashkimit Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur, përkundrazi kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që kemi folur sidoqoftë për sfidën e madhe të procesit drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, për kalendarin shumë ambicioz të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027. Ashtu si kundër kemi folur edhe për rajonin dhe për problematikat në rajon, në një moment kur ne kemi të domosdoshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian dhe ku ky destinacion është një pikë referimi jashtëzakonisht dobishme dhe ndihmuese për të kuptuar edhe politikën e ditës dhe hapat që të gjithë bashku duhet të hedhim në të përditshmen tonë, në mënyrë që jo thjesht secili prej nesh të antarësohet Bashkimin Evropian, po i gjithë ky rajon të bëhet pjesë organike e familjes bashkuar. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas theksoi mbështetjen për Shqipërinë në rrugën drejt integrimit. Kallas tha se nuk ka rrugë të shkurtër drejt integrimit përveç reformave. Ajo lajmëroi se do të lançohet edhe dialogu i parë BE-Shqipëri për sigurinë. Për Bashkimin Evropian, pra, ne jemi të angazhuar për të fuqizuar marrëdhënien më tej me Shqipërinë dhe për ju ne jemi partneri më i fortë tregtar. Një nga angazhimet e para që kam patur ka qenë nënshkrimi i partneritetit BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen, që siç e thatë pra ndodhi në dhjetor dhe ne sot do të shikojmë edhe frytin e saj të parë, pasi do të lançojmë edhe dialogun e parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Ky është një hap vërtet shumë i rëndësishëm pasi po e thellojmë më tej bashkëpunimin edhe në sektorin e sigurisë. Duke i hedhur syt përpara, ne në fakt kemi dëshirë që ta zgjerojmë këtë bashkëpunim në fusha të reja, si për shembull për të luftuar kërcënime hibride, por edhe sa i përket sigurisë kibernetike, të luftojmë terrorizmin, por edhe të merremi me menaxhimin e krizave. Bashkimi Evropian ka ofruar rreth 13 milionë euro në financime me anën e mekanizmit evropian të paqes për të përmirësuar përgatitjen e forcave të armatosura në Shqipëri. Gjithashtu, ne kemi zgjeruar edhe prokurimin për sa i përket kësaj çështje dhe ky është një diskutim që ne po e bëjmë me të gjitha vendet dhe Shqipëria mund të përfitojë në rast se zgjedh që të jetë pjesë e saj. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas foli edhe për rëndësinë e dialogut Kosovë-Serbi, ku shpreh se është e rëndësishme që të ketë ecuri në normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet këtyre vendeve.